Këtë javë ndam disa të dhëna kuptim plota për ecurinë e jashtëzakonshme së Shqipërisë në fushën e prokurimit publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe një kapitull ku ndryshe nga pasqyra tërësisht e deformuar e realitetit të kanaleve dhe të portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës. Sot, në bazë të vlerësimit evropian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë treguesit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikatorë kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vendet BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhëna tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që fal vullnetit ton u hap në anën e drejtësisë, por është edhe lufta e përditshme, sistematike në anën e modernizimit të shtetit dhe të ndërtimit të sistemeve që e bëjnë gjithmonë e më pak të pranishme prezencën e korrupsionit. Janë rezultatet që tregojnë se nga njëra anë qytetarët tanë shërbehen tani më prej vitesh me një klik në sistemin e shërbimeve digjitale, ku 95% e shërbimeve që ata kërkojnë nga shteti është në platformën e Albania, pra nuk janë më radhat, nuk janë më rrushfetet për të kaluar radhën e kështu me radh, por është marrëdhënia drejt për drejt me shtetin. Ndërsa nga ana tjetër është pikërisht i gjithë sistemi i prokurimeve publike. Prandaj jam krenar sot që Shqipëria përmendet si një show pozitiv nga ata që na gjykojnë objektivisht, ndryshe nga çfarë ndodh në pasqyrat e deformuara të gjykatësve popullor, subjektiv, partijak dhe gjysmë të verbër ose tërësisht të verbër.